çështja që disa kolegë juaj e shpallin vitin e ri ose festimin e vitit të ri që është haram, gjuna, a është? Këta, unë po e citoj një prej opinionistëve të Kosovës, po nuk po ja citoj emrin, ai që na dëgjon e din që e ka thënë këtë fjalë. Edhe e po them, Kurani nuk ka... A është muzika haram? Të këndohet dëshmorëve të kombit edhe martirëve tanë, unë e dëgjoj non-stop. Të këndohet herojët tonë të madh Adem Jashari, Zahir Pajaziti, vëllezërve Haradinaj, Agim Ramadani, Skënderbeu, ku dëgjoj? Po e kemi mësuar historinë tonë shqiptare. Unë e kam mësuar për shkolla që është figurë kombëtare. Dhe unë ju besoj më shumë profesorëve tanë të historisë, se sa që i besoj dikujt që nuk ka njohuri në histori. Dhe unë respektoj. Viteria është haram? Se vetëm pa konkretisht? Shiko, pyetja a është haram? Po flasëm të apo a është e juna? Nuk po konkludoj, unë po thëmë, kolegë juaj, imam, ose teolog, të fesë islame, dalin publik me djumë ndryshme edhe proklamojnë këto gjëra. Që është haram, festimi vitit të ri, festimi ditëlindjes, festave ndryshme laike. Këto janë çështje, ne kemi, ta definojmë këtë. Ne kemi festa fetare, ne kemi festa kombëtare dhe ne kemi festa të bime tradicionale. Këtu janë rangu i festave. Edhe festat fetare që janë dy bajramat. Unë kam dëgjuar, më ka hasë me dëgjuar edhe një qytetar që mahniti. Si po e feston 28 nëntorin, se feja jonë veç dy bajramat në e kalon. A i djali i ri, djali i mirë, një student i mirë, që unë e shmoj, respektoj. Po ndova këtë qardhjen që kanon në atë nivel. Nga një mësues i ertë që synën me përdhës historinë tonë kombëtare. Edhe personalitet tonë kombëtare që na nuk duhet të lejmë. Mësues i ertë imam i Kosovës. Unë po them mësues i ertë duke dikush nuk mund t'jap emër. Por ti thuash dikuj që lufta, për shembull, lufta e UÇK-s. Ti thuash dikuj ndryshe nga ajo që ka qenë, është domosdoshmë një mësues i ertë. Mirë. Vete prapa më përgjigj. A është haram, a nuk është haram viti i ri? Haramet i bë Zotin në Kur'an. Kjo çështje nuk potencohet në Kur'an. Rrjedhimisht? Disa e thonë që ka thënie të pejgamberit kush i përngjon një populli. Është prej tyre. Po këtë thënie e kanë komentuar për këtë çështje. Për teket të tyre. Kurani vetëm e ka ndaluar masrafin që i themi ne, shpenzimet e tepërta. Po. Unë nuk guxoj, nëse bëhet një haram, për haramin dënohesh. Ne nuk guxojmë. Po dhe ti pe ki problem me janë gjitë emrin, a është haram asë është vitit ri? Po nuk i thash në haram. Për deriso nuk kam thatë kuranor. Unë e sqaruam duhet. Festat fetare janë, për shembull, ose kombëtare, fetare, tradicionale. Unë e llogaris në çështje tradicionale. Që është lirit njerëzve me bosi dojnë vetë. Po normalisht, unë me datën 30 dhjetor 2015 e dhash për një medium lokal po do jem një deklaratë për çështjen e vitit të ri. Mirë që po e pëzndryshe të janë feston vitin e ri. Dhe unë me gjithë familjarët e mi, jo veç shpiteme, po familjarët e mi rrim deri në orët e mëngjesit dhe po kënaqemi. Por tash dikush mund të thotë, sepse këta janë mësuar për me përfitu, po janë edhe me ngrit veten. Po. Duke thonë, po e përdorin alkoolin. Ja, nuk tham alkoolin. Por alkoolin kemi ajet kuranor që ndalon. Mi po unë po rrim me familjarët mi. Dhe është diçka që kemi shumë grybeçar jashtë. Dhe po vinë me zis po e presim orë.